një nga ato që u tha në këtë protest, një nga fjalit është mjaft me tentime për degradim të luftës së UÇK-s. Po, e thanë shumë mirë aty edhe pjesëmarrësit, edhe zonja Aid që ka qenë edhe vetë ushtarë e UÇK-s dhe një farë forme e elaboroj shumë mirë dhe s'kam qa me qëto vesh një punë që ditë pse institucionet të Kosovës e kam financuar se kur qohet një projekt, dhe vetë jam organizatë i shoqërisë civile dhe dihet në detale çka do të bëhet në atë farë çështë për dhe jo mu amnistu tas institucionet personat që kanë dhënë një okay dhe ja kanë financuar një çështje të librit, projektet apo ekspozitët, sidoqoftë. Po që është më e dhënshme, këta djelë, aty që kanë dhe ato vajza, e çdo njeri tjetër, boll që çdo ditë i kanë vujtjet plakve që ka marrë në luftë, e kanë lënë gjakët në për çdo kodër tërbitë të Kosovës, shumë pashtreke në lap, çdo kënë në koshare, mos ta mbet dikun hatri, nëse se përmendën, kërkoj falje, dhe pushteti tatshëm, gjen hapësirë dhe gjen fonde për me financue dhe me dëmtue në palc ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me njerëzit e pa shulumtova pak kjo OJQ-ja e zotit Gashi ishin themelues dhe ju rastisht e pash djalin e Niut Bashit që kon me një televizion vitin e kaluar që është përmend nga një kolegi ju që kon në emisioni si që ishin kom harrua dhe ish aty bash djali Niut Bashit onët Gilanit, Shpend Kursani, djali Bashkim Kursanit, ish themeluesa kryetari antar të bordit. Dhe më le me në kuptu mua... E dini ju sigurt se ka qenë? Ishin e këshin qitë... Se kur përmendën emra kam dëshirë që të thunë bërimet, se e di sigurt se është asështë. I qëtën dje mediumet, i qëtën dje në barasim, si do që për te aty në sarë dhe këta njerë, pse të kyqen, pse zotë të Shkëllëzin Gashi ka qenë këshilltari Albin Kurtit, ish kryeminist qeverisë të kaluar Kurti një apo si do që ato që kanë qenë, dhe personat të tjerë që japin kontribut për me dëmtu UÇK-n, nuk mëj me besohen nga vetë njerëzit e lëvizjeve për vendosje dhe zoti Kurti, se ka dhe lëvizje për vendosje që mund të kem për shembull të paknaqen, po zguzojnë të folën, se din çfarë rrymë ka mrenda, dhe më len kjo me në kuptue të gjithë këta djelë të këtyne udbashave dhe vajzave janë të strehuar në lëvizje për vendosje, unë jam këto më len shumë me dyshu që këto definitivisht është plan i orkestruar dhe është thirrë për... Se përmend një lëvizje vetëvendosje në këtë moment? Po pse një farforme kanë gjetë stre aty dhe janë të instaluar dhe ka në pozicionet të larta që janë të ky, ka dhe në për ambasadat Kosovës që ka njerëz të familjarë të bashave që janë të instaluar. Dhe këtë thirrësh për institucionet të Kosovës duhet t'i verifikojnë ata mirë dhe të dinë për opinionin. Sidoqoftë, mu më lën kjo me në kuptue se këta njerëz të lidhër ka shumë me Albin Kurtin çka i përmban. Kjo nuk po mdel mu që Albin Kurtin e dojnë ka shumë, po e dojnë kauzën e tyre për mi godit pjesën tjetër, një pjesë e vlerave shumë të larta që falë tyne e thash, merë zote Lorik që falë tyne dhe miqve tanë, Kosova shteti pavarë sovran dhe me politikën e rrugës dhe pse këta njerëz janë të kyqur dhe janë të stopuar në lëvizje për vendosje. Kjo do të një analizë shumë e thellë dhe pse këta njerëz e këtyne fëmijëve nuk kanë shkuar mund të ketë edhe në parti tjera, po pse me shumicë në lëvizje për vendosje dhe pse e përkrojnë lëvizje për vendosje as shumë dhe e inatosin vlerat e luftës dhe krerët UÇK-s që në Haga atje dhe kjo s'don koment. Dhe kjo do të bëhet një analizë shumë e thellë edhe nga akademia, edhe nga historianët, pse njerëzit e përkrajnë zotin Kurti ka shumë. Dhe mu më me në kuptu se prej gjithë rajonit, ku ka fitu lëvizja për vendosje, mu më me kuptu rajonit Gjilanit, Kamenis atje, ku ka qenë orkestruar udba sërbe me shumë Jugoslavisë të Sërbis atje, dhe pse ka fitu Albin Kurti Andena, që kjo është shumë është e thjesht për çdo njeri, që pse njerëzit rajonit Gjilanit do konë ma i fort me regjimin e udbës atje dhe nuk i kalon dhe mumle me në kuptu se çdo 1 kilometër besoj që ka pas njerëz antivlera dhe anti-UÇK-s që... Nuk mund ta marrësh një region të tërë dhe... Jo, veç pak, ka dalë. Se për derisa
në komuna tjera nuk ka fitue bindshëm, dhe atje ka fitu bindshëm, kjo është një balon shumë është e mirë. Si do qoftë, asaj t'jalojnë akos dhe janë institucionet që mund të merren me këto punë dhe mund të verifikohen. Si do qoftë, unë mendoj që njerëzit që ja dojnë të mirën Kosovës, pavarësisht ajo kohë e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk bën me dëmtu me asnjë çmim, pa marrë parasysh politikat liderët shkojnë e vinë, po jo njerëzit mi godit mund brez dhe mi dëmtua si që i ka dëmtu me këtë ekspozitën dhe si që i kanë bërë me taksa pagusto në ripësëris apet dhe me e ka financu Kuvendi Kosovës, ku Kuvendin e Brisë të Kosovës është gjithë shteti Kosovës funksionë, se aty miraton ligjet, aty bon të mirat e shtetit e Brisë të Kosovës dhe nga një kuvend të financohet një lloj projekti, si që është i zotë Shkelzengashi, kjo është mos e turshme dhe duhet të merren në institucionin e Kosovës edhe policia me anën e akuzës dhe të merren, besoj që ka filluar edhe këta prokuria e Brisë të Kosovës të merren me këtë çështje dhe të verifikohen pse ka ardhur deri ky moment që i ka dëmtuar në palc njerëzit siç janë vlerat e luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe shpresoj se të jetë kjo e fundit dhe të thirrën mendjes që mos financojnë kësi lloj projekteve për me dëmtua imazhin e Kosovës se ato vlerë janë tarta dhe nuk mundet kurkush mi njëllos apo mi uqit lloj çfarë dush forme të keqe vetëm e vetëm për një çështje dhe duhet këto të verifikohen se pse se kom pa dhe reagime zonja Kandish, ju në një farë forme me gjujt fajnë edhe te zonja Kandish, pa e tha shumë qartë tha, zoti Gashi tha nuk është ta profesional, as pak dhe këto tha nuk ja kom dhonone. Këto që ne me në kuptu që komplet kjo kon koordinim me njerëzit e lëvizje vendose dhe jo rasisht o kon kjo ekspozit edhe jo rasisht tash që ka mujtë me dalë në pa aminën e dikuj të mbrashëm të lëvizje vendose, këto dikush e ka orkestruar mënyrë më të mirë të mëshëm vetëm e vetëm për mi godit. Vlerat u UÇK-s dhe atje në Hagë. Qëllimi është atje në Hagë mi godit atje. Qëllimi është po patjetër, përderisa ka marrë jeni jurist, kjo shumë është, përderisa ka pas ekspozit, përderisa ka financuar Kuvendi i Brisë të Kosovës, fondat e taksa paguesve tanë, përderisa s'ka asnjë kërkim falje dhe nuk po largohen prej këtij, qoftë zoni Haxhiu, qoftë zoti Albin Kurti dhe pash me një medium kështon zoti Kurti kryeministri jon që do të korrigjon. Jo, s'ka këtë korrigjim, këtë do distancim. Dhe merren në institucionin e Brisë të Kosovës, policia dhe ana e akuzës të hetohen çështje deri në pikën e fundit, pse ka ardhur, kush e ka bërë projektin, kush e ka thue, pse është financu, pse është miratu ETJ dhe të dihet të del në shesh shkaki i gjithë kësaj amollisë këtu, besoj që më shefët halo diçka dhe këton tjetër anena të fillojë rrugtimi për themelimin e zajednicës apo asociacionet e shoqërisë komuniste serbe. Thua se vëmendja, qëllimi është largohet vëmendja është. Po, patjetër. Kjo është s'dokument. Kjo është mos e qartë. Kjo e kitë sigurt garantuar me ki. Se ka ardhur edhe presioni i Bashkimit Evropian dhe vizitat e miqve tanë Bashkimit Evropian kanë qenë puna e parë, kemi thonë në intervistat e kaluara zot Lorek se punën e parë Albin Kurti e ka zajednicën. Pikësht. Qysh dush emri, mund me na shoh çdo kush, mund me na ofendu. Po ne kem ditë në sen që është shumë të qartë se këtu forma më e mirë është të shpërndrojmë vëmendjen prej themelimit zajednicës, të njëllosim UÇK-n dhe ata në Hagë, ata djemët tanë atje që janë të papajshëm dhe besoj që do të ketë një aktgjykim lirus dhe këton t'i gra punëve tjera dhe të mundohet gjithë forma tjera Albin Kurti për me fajsue opozitën që shka dita e mirë më të mirë të mushme. Dhe jo vetëm, kjo është besoj me njerëz adekuat të fushave për të quar këtë çështje deri në fund, vetëm për me arrit Albin Kurti qëllimin e vet. A ka gjasa për gabim njerëzor? Jo, këtë s'mo me pas një gabim, nderuam nëse e bën një shkres, nuk dim me bu nuk je profesionist. Por derisa ke bo projektet në faqe, sepse në fillim se edhe ju funksiononi si organizatë shoqërisë civile. Por me bëni projekt, si dërgohet një projekt? Një projekt bëhet minimum
për mi 10 faqe, varet ta specifikat, që ka me bo. Dhe ky projekt i tillë, i Zotit Gashi, plus financuesi i librit që është, kjo të lutë na jetë merë kohë minimale prej 1 deri 4-5 muaj, për me bo një projekt mirë, plus këto botimin e librit, por një libër të mirë profesionist, besoj të merë në kohë për mi një vit 2, por të mbledhësh literaturë, të merë burime, fusnotat, ka ke marrë të informacione, dhe të botosh një libër që është anti-UÇK dhe anti-Kosovë, kjo është besoj është mos e qartës do në koment që me elabru ma shumë, po këto i metet prokurisë dhe policisë për metu këtë çështje. Jo jetoni, jo lirik, jo tjerve. Dhe besoj që do të vinë me një akt akuzë kundër shkelzve të këtyneve institucione që kanë bo dhe kundër Zotit Gashi, pse këtu s'ka i mon askush para ligjit. Kush e ka shkel ligjin dhe kush është mundu dhe po tenton mi poshtërsu vlerat të UÇK-s, normal që nuk lejon ligje dhe institucionet të Kosovës, se UÇK është shajt dhe nuk mundet kur... A ka bazë për djekje nga prokuroria? Por derisa nuk ka... Në cilësinë e juristit? Por derisa nuk ka akt vendim të nisës hetime për mua, besoj të filloj sa ma shpejtë nga Prokuria e Republikës së Kosovës, sa ma shpejt koordinim me policinë e Kosovës, me mbledh fakte dhe dalim me një opinion nga ana e prokurisë dhe të njofton opinionin. Nuk është çështje me një detale, vetëm opinionin se ka marrë akt vendim për nisën e hetimeve kaq. Çështja është e tyre dhe na nuk do të përzimi. Pak më herët bisedova këtu në studio me historianin Imeraj, autor i 2 librave të botuar dhe një në proces për masakrat në Kosovë, tha që duhet institutet dhe institucionet të merren të punojnë dhe vetëm atyre tu jepet bazë dhe vërtetësi në punën shkencore që bëjnë e jo organizatave të tilla sikur se kërkojnë edhe si lidhje e historianëve. Si keni parë ju punën e institucioneve? Pse atëherë puna e institucioneve duket shkencore për dokumentimin e krimeve të luftës, duket më pak në popull, në shoqëri, në përgjithësi, se sa këto të tjerat? Po, tash të kthejmë nëse bën ti një hulumtim. E thash, qof një punim shkencor, që ka bo ishke parlamentari dhe që ka një lusë që këtë në atë punimi shkencor, e ka tërhek as e ka bo çështë e tij, po faktikisht ai ka boltos, u që kënd dhe mundet me marr armikun shokullor si provë për me që atje në gjykatë speciale për mi dëmtua gjatë matjes atje që është të zhvillu një proces shumë i rëndësishëm, dhe për të aty në sendeve, unë mendoj hulumtime shkencore do të merren me njerëzit që kanë titull akademik që janë të dëshmuar dhe jo çdo njeri mund të bëjë hulumtime, sidomos për vlerat dhe për çështjen e Kosovës, po në Kosovë është cilët që mundet ma shumë dhe cilët që bëhet lojtar politikës dhe të merr fonde dhe të bjen Kosovën dhe vlerat e luftës në këtë situatë, që është e dëmshme, pavarësisht për gjithë institucionet të Kosovës, po duhet të dinë të kenë njerëz të caktuar dhe të ketë njerëz të thirrur profesionist të që kanë bagazh politik, profesional, njerëzor, që japën fonde siç është me çështjen e argumentimeve të vlerat luftës dhe të boton libër. Si rregullohet kjo punë, domethënë me librin që po kundërshtohet fuqimisht edhe nga historianët, si rregullohet kjo punë me qenë se është shpërndar në ambasada, është shit, është një vendim, kush e merr atë vendim për ta tërheqë atë libër? Nëse është ashtu sikur se kritikojnë profesionistët. Jo rastësisht ashtu ka pas organizim dhe orkestrim, se të financohet një libër dhe një ekspozit, nuk ka mujt veç një njeri 2-3. To është një ekip, struktur. Po kush në atë struktur do të marrë me vesh gjatë hetimeve dhe policisë dhe onës akuzës. Ajo që është e tyne dhe s'do të përzime. Dhe fondet, pse janë siguruar dhe pse janë dhënë, ajo është mes institucioneve dhe duhet të dalë me opinion publik, institucionet pse kanë liju dhe pse kanë financu një ekspozit dhe një libër që ka dëmtu vlerat të UÇK-s. Dhe na presëm nga qeveria dhe nga institucionet Kosovës të na thojnë arsyeja ka qenë kjo dhe mos mundohen me kamuflue apo me fjalë miradie apo me thonë me korrigjime. Korrigjime këtu s'ka. Këto ka qëllim, dëmtim dhe propagandë dhe populizëm. Pik.
dhe këtu nuk do të ketë iman askush para ligjit. Si do që t'jetë, shpresoj që të thirrën mendjes edhe institucioni i Buzët Kosovës, edhe Albin Kurti, edhe kryetari i Kuvendit, që kësi projekte nuk do të mendohen e lërë të shkojnë në komisione apo të aprovohen, por me dëmtu vlerat e luftës. Dhe kaq, dhe neve nuk na mbetet tjetër vetëm të shikojnë nga institucioni i Buzët Kosovës që të marrin mendime të stopojnë edhe në mënyrë ligjore këtë libër, të mbledhen ato librat që janë dhe atyne që janë shpërnda t'ju boj thirrje që mos t'i lexojnë dhe ti hudhin në shport borllogit dhe këto që kanë mbet ti çojnë ti mos t'i publikojnë më dhe mos lejojnë shitjen se ky e helmon opinionin dhe ju jep argumente armiqve tanë për t'i dëmtuar vlerat e UÇK-s dhe në të ardhmen shpresoj që kësi projekte nuk do të ketë dhe nuk do të lejon. Pik. Dhe çdo njeri, pa marrë parasysh a zoti Gashi, a X-i, apo Y-i, apo kushdo tjetër, çdo njeri që duhet të qes një libër për X komandant apo vlerë luftës duhet mas pari të konsultohet me historianët, akademikët dhe me njerëzit e vlerave të UÇK-s, qysh në organizatat e tyre dhe të merret leja pëlqimi për të marrë informacione kredibile dhe reale lidhje me luftën, me masakrat, me dhunimet, me shkatrimet që ka bo armiku jonë shokullor Jugoslavia dhe Serbia, dhe këta njerëzit me këta thënime të udhvashve, me vajza, me djel, dhe duhet të bëhet e ditër se mos ju lejohet dhe mos japet hapësirë për mi dëmtue njerëzit që ka dhënë kontribute maksimale. Kemi një reagim publik të dy organizatave që Integra dhe Atmovere, shkruajnë kështu: qëllimi i ekspozitës son ka qenë i qartë dhe i pandryshueshëm, të nderoj viktimat e luftës, të nderoj viktimat civile të luftës dhe të kontribuojë në ruajtjen e kujtesës kolektive për krimet e kryera në Kosovë. Në asnjë moment dhe në asnjë formë nuk kemi pasur synim të lëndojmë apo të ofendojmë ndokë. Askënd. Që që dha këtë deklaratë të kësaj organizate më jenë keq, por kjo është ma shumë me mbrojt këtë ekspozit dhe këta dje që ju në quhe, minjollos, dhe me thonë këta kanë quhe dhe jetë manipulum për opozitës dhe nuk isha dash kësi përgjigje me marrë nga këtë organizata. Kjo organizatë duhet të kërkoj falje, mas pari, publike, kërëve të UÇK-s, familjet të gjithë, dëshmorë, invalid, të gjithë që u thanë aty, dhe këtë projekt ta kthej në pikën 0 ose të boj një tjetër projekt bashkarisht me vlerat e luftës dhe me njerëz të thirrur që merren me ekspozita, son një mjorisu nësë shku me punu architekt apo anasjeltas. Dhe jo t'ju japë të hapësisë gjithkujnë, apo si të qoftë ta marrin para nga institucioni i Kosovës dhe jo rastisht e thash pse është financue nga institucioni i Kosovës kjo organizatë që ka qenë kome krye nga njerëzit televizave vendose. Megjithatë kemi një distancim nga zoti Durmishi në lidhje me autorin. Ajo zoti Durmishi është, sikur me thonë, e përshëndes që është zoti Durmishi personalisht, po nuk do të thirrën njerëzit e institucionit të duhet të Albin Kurti të bëjë të njëjtin veprim, Zonja Haxhio dhe njerëzit e lizave vendose që janë aty, njerëzit që besoje që kjo ka dalë nga bashkarisht dhe kolektivisht me njerëzit e lizave vendose dhe që jo rastisht kjo ekspozitë dhe këto materiale kanë dalë vetëm për të shtrëmbuar krimet dhe gjenocidin e Republikës Kosovës, bili që është më e keqe në masakrën e burgit të famshëm atje i Stogut, që ka thonë kanë qenë njështë armatosër. Ajo është për çdo shmenduri, ajo dihet të kriminalet paramilitarë sërbë, që të nikët që bënë atë burg, dhe s'don koment, dhe me thonë ti, se të burgosërit shqiptar, politik, jënë këtë armatosër, kjo i qënë ujë molli, për shpinat të qëllamit, vetëm Sërbis dhe armikët tonë shokullor, ata njerëzve që mundon ditë natë me dëmtu shtetin e Kosovës. Dhe këta janë bashkë kryerje me ta, që për derisa të thue, njerëzit e burgosër, atë s'kan pas për të ngrënë, për pastruar, jënë konë në kushtesh njerëzore, dhe me thonë jënë konë të armatosër, unë s'po më me kuptue si njeri, si shqytar, pavarësisht
lëmis që e kam profesionist jurist, nuk kjo veç më konë anomali shmendën njeriu me thonë nga një njeri që japin hapësirë media si zoti Gashi që del dhe thët unë një profesionist dhe të jë dhe bën kësi opinione thët të burgosër e shqiptarë për përsëri sërë kanë qenë të anomatosër kur ditë botërisht kriminele sëmë në foto me armë duke i zhveshur, duke i rejë dhe ka njerëz dëshmitarë që është zoti Nejt Hasani, zoti Bislim Zoga që kanë aty të burgosër, plot të tjerë falë që i kanë shpëtu masakrës aty në atë burg dhe këta thonë qenë, kjo është definitivisht kjo është do të me ndonë mirë, do të me denu fuqishëm nga çdo njeri, e sidomos nga sezoni të Kosovës, pikërisht, çdo tentativë tjetër është e pajustifikueshme dhe i dëmton definitivisht vlerën dhe themelët e Republikës së Kosovës. S'ka asnjë justifikim këtu. Ne kemi pasur sot një bisedë me zotin Sadik Zeqiri mbijetuar nga masakra e Dubravës, po kështu në kanalin Radio Televizionit 21 në YouTube, ndërkohë shikues mund gjeni edhe një dëshmi të tij që ka dhënë për Radio Televizionin 21 gjëre gjatë me përjetimet atje. Shkurt dhe përfund, zoti Alimi, kush del më i dëmtuar nga gjithë kjo situatë e krijuar? Autori, institucionet apo besimi i qytetarëve në institucionet e vendit? Unë mendoj këtu, mas pak del autori këtu. Këtë është autori i ka marrë parët e projektit, e ka njollos opinionin, ju ka qitë hisyve, armikun ton shëkollor e ka bon më të fort me prova, shtetin e Kosovës e ka dëmtuar në themele, sa ai libër ka mu përdor për x raste për mi dëmtu njerëzit në mënyrë hipotetike, dhe zotit toleron të gjithë, edhe Cali, komandant Cali, edhe këta 4 shajon, dhe mos ketë arrestime, dhe këtë është dëmtue shteti Kosovës, njerëzit që kanë dhonë gjymtyrt dhe kanë lënë gjakën në për çdo kodër atje, mos të përsëris apet, familjet e dëshmorëve, familja Jashari, edhe të gjithë familjet që kanë dhonë mas shumë të kontribut për lirinë e Kosovës, shëndërtimin e Kosovës, dhe këto janë fituesë vetëm ky njeri që ka marrë paret për realizimin e projektit dhe armiku jon shëkollor, Serbia dhe njerëzit e tij, me njerëzit dhe me djemtë e udbashave që ka udbashat që veprojnë dhe koordinojnë politikat e tyre vetëm e vetëm për me dëmtue vlerat e luftës së UÇK-s të kanë të pamundër as njerëzit, as familjarët e udbashave, as djemët, as vajzat, as kur kështjerët nuk mund me njollos, as vlerat e UÇK-s, as shtetin e Kosovës e kanë të pamundën. Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, i shlirum, i konstitucioni policin, ushtrin, jemi fat që jemi me shëban miq dhe na ndihmojnë. Dhe këto politika dhe këto horvatit e fundit të fashistëve tonë, dhe që si adut minut Kosovës jenë horvatit e fundit kundër vlerave të UÇK-s, kundër shtetit Kosovës, kundër të familjet të mëdha si që përmena familjen Jashari, familjen Haradina dhe çdo masakër që bo, qoftë në Meje, në Krush, kjo është baltosje dhe dëmtim i atyre masakrave dhe vetëm e vetëm për të pas një qëllim dhe kjo është mënyrë parimore që nuk duhet tjetër fakt të shtrëmbohet, po vetëm duhet të dalin në dritë se ka pas mjaft shkatrime, mjaft vrasje, hale nuk janë të kthym të pa gjetur. Çfarë do të thotë zoti Shkelzen Gashi nënës Ferdeni në Gjakov atje, që shkojnë e kanë përdor për politik, Almin Kurti atje, hanke gjell me të aty shpet. Çka do të thotë me atë libër, me atë ekspozit nënës Ferdeni atje në Gjakov Almin Kurti, paktën zoti Shkelzen Gashi, çfarë do të thotë asaj familjes atje, dhe gjithë familjen në Gjakov. Shto këtu, Mimoza Kosare Lila vjen nga Gjakov atje, çka do të thotë qytetarët vet atje, kur i Shkelzen Gashi me parat e taksapaguesve tonë dhe me parat e Kosovës e shtrëmbën që ka pas më shumë të vrasin Gjakov, shkatrime, çka do të thotë Kosare Lila atje, e plus njerëzve tjerë që janë të instaluar në lëvizjen vendose që vinë nga ajo komunë. Po ata zguzoj me bozo aty. Vetëm e vetëm se marrë një pag, a kurë puna për t'i njollos vlerat dhe për t'i sulmua analistët dhe opozitët të parët janë. Dhe kjo nuk du të lejohet nga shoqëria jonë dhe shpresoja të ketë një çështje protestë më të madhe, të merr pjesë edhe opozita, t'ja bëjë me dije
çdo njeri jot, e përsëris që mundohet mi njollos këto vlera kanë pamundun dhe pikë dhe nuk do të lejohen edhe në mënyrë ligjore, edhe njerëzore, edhe morale të njollosin vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe me çdo shmim kemi me mbrojt. Zoti Alimi, faleminderit shumë që erdhe sot në këtë emision Drejt për Drejt.